Ligji i dekriminalizimit ka kriju disa efekte në nivelet larta të politikës. Mirë, po çka ka ndodhur? Unë jam marrë shumë kohë me këtë fenomen. Krimi organizuar e ka rritur ndikimin në mënyrë informale, pra duke mbështetur individ të cilët në letra janë në rregull, por që japin llogari krimit organizuar. Dhe kemi disa raste në Durrës, në Elbasan, besoj që është e qartë që individ të cilët nuk kanë asnjë lloj karriere, as profesionale, as politike, shfaqen papritur dhe mbledhin 15.000, 20.000 vota, dhe të shpërndarën në mënyrë horizontale në çdo qendër votimi, pothuajse. Unë mendoj që këta nuk është se janë gjeni politike dhe papritur qytetarët zbuluan që X apo Y ofron një alternativë fantastike dhe votuan në mënyrë horizontale. Në burg. Vepruar dhe spaku, për shembull rasti Çurbja në Durrës apo. Pra, ligji i dekriminalizimit ka kriju disa efekte, por çka ka ndodhur? Elita politike ose elita politike në bashkëpunim me krimin organizuar ja kanë gjetur anën. Ja kanë gjetur anën duke hyrë nga dritarja. Komponenti tjetër, nuk ka asnjë logjikë ekonomike që shpjegon fluksin e ndërtimit në Tiranë, përpos se penetrimit parave të pista, rritjen e çmimit të apartamenteve, të cilat nuk ka logjikë ekonomike, nuk ka ekonomist, Hayeku, as Mises, as po përmend edhe Noit Majt, ndoshta nuk i shpjegon dot se si është e mundur që brenda një kohe kaq shumë të shkurtër ka një bum të tillë vetëm në sektorin e ndërtimit, sepse ky është sektor që dihet historikisht që shumë më lehtë që të pastrohen parat e pista, ka shpërthyer me çmime stratosferë që nuk kanë logjikë ekonomike, dhe pika kritike në ekonomi ose ajo infrastrukturë strategjike, kritike që konsiderohet për një shtet, zotrohen nga shumë pak njerëz. Aeroporti i Tiranës, artera kryesore që lidh Shqipërinë me Kosovën, porti i hidrokarbureve, ku janë 2-3 njerëz të cilët e kontrollojnë, tashmë edhe në Zvërnes flitet për pak njerëz të cilët do të investonin atje. Pra, jo vetëm kjo, po për të shikosh edhe burimin e pasurisë të 10 njerëzve më të pasur në Shqipëri, nuk vjen nga një aktivitet ekonomik i cili prodhon, gjeneron diçka të re për ekonominë shqiptare, por vjen nga kontratat publike, pra nga buxheti i shtetit. Kjo është një ekonomi ku shteti është aktor kryesor. Kapitalizëm kronik. Po. Nuk di, nga pikpamja teorike nuk mund të them se cilit modelin ngjan, por ajo që është e qartë është kjo, Elir, që shteti është aktori kryesor ekonomik. Dhe nëse ti do të merresh me sipërmarrje, do të bësh hire në biznes, duhet të lidhesh patjetër me aktorët politik. Pra që të marrësh licenca, leje, të nënshkruash kontrata publike. Sa prokurime të rëndësishme në Shqipëri janë konkurruese, janë të hapura, janë ndërkombëtare, janë të ndershme. Nuk e di. Vështirë të thuash që ka një proces tenderimi ku aktorët ekonomik paraqesin ofertat e tyre dhe më i miri fiton, pa paracaktuar fillimisht. Efton të shikoni rastin e tunelit Llogaras. Kuptohet, u bën një proces tenderimi, u anullua sepse siç duket qeveria nuk ishte e lumtur me aktorin i cili e fitoi, u rihap, fitoi një aktor tjetër ekonomik e kështu me radhë. Pra, nuk kemi të bëjmë me një model ku suksesi përcaktohet nga aftësitë, talenti, merita, puna që ti derdh në sipërmarrje, qoftë edhe në profesion, por nga shteti. Pra sa afër ti je me politikët, me shtetin. Edhe mendoj që ky model është një nga arsyet sepse ne kemi aq shumë njerëz në shesh në Tiranë. Është një model i cili tashmë është hyrë një lloj monstre që po shkatron ekonominë shqiptare dhe kjo vjet re mjaft lehtë.